Rrugëtimi i Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian duket shumë i vështirë për shkak të mungesës së sundimit të ligjit dhe klimës së korrupsionit në vend. Kështu thot OSW, Center for Eastern Studies, një qendër 35 vjeçare e cila merret me çështjet e Evropës lindore. Por ja çfarë thuhet në këtë artikull të gjatë? Që nga fillimi i këtij viti Shqipëria është përballur me shqetësime në rritje nga Bashkimi Evropian, lidhur me gjendjen e sundimit të ligjit. Shkurtin e kaluar një raport i Parlamentit Evropian dhe një deklaratë e Partisë Popullore Evropiane nxorën në pa presionin e vazhdueshëm të qeverisë ndaj sistemit të drejtësisë, si edhe problemet e vazhdueshme me korrupsionin. Sundimi i ligjit mbetet një nga çështjet kyçe në procesin e integrimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në BE. Vështirësitë kronike në këtë fushë mund ta pengojnë Shqipërinë të sigurojë anëtarësimin në Bashkimin Evropian përpara vitit 2030, një objektiv që kryeministri Edi Rama kishte paraqitur si një nga premtimet kryesore gjatë fushatës së fundit zgjedhore. Marrëdhëniet e tij me Brukselin janë përkeqësuar dhe partia në pushtet ka humbur një pjesë të mbështetjes publike, ndërkohë zyrtarët e qeverisë vazhdojnë të sulmojnë SPAK-un, institucionin kryesor në luftën kundër korrupsionit. SPAK po heton gjithashtu raste të dyshuara korrupsioni që lidhen me problematika në ndërtimin e linjave kurudhore dhe akseve rrugore të përfunduara vitet e fundit. Situata u përkeqësua pas rreshjeve të dendura të shiut në shkurt dhe mars, të cilat shkaktuan rrëshqitje dheu dhe dëmtime të konsiderueshme në infrastrukturë. Megjithatë, prokuroria ka ngritur dyshime për përdorimin e materialeve nën standard në këto projekte. Nga ana tjetër, shumica e qeverisë rrëzoi kërkesën e opozitës për ngritjen e një komisioni hetimor parlamentar për këtë çështje. Dëmet në infrastrukturë kanë kushtuar buxhetit të shtetit rreth 250 milionë euro. Për disa ditë, jugu i vendit mbeti i shkëputur nga kryeqyteti, duke paralizuar dhe tregtinë me Greqinë, një prej partnerëve kryesor ekonomik të Shqipërisë. Kjo situatë ka nxjerrur dhe më shumë protestat publike që nisën në janar, pas akuzave për korrupsion ndaj ish-ministres së infrastrukturës Belinda Balluku. Demonstratat janë organizuar nga Partia Demokratike, forca më e madhe opozitare në vend dhe anëtare e Partisë Popullore Evropiane. Gjatë kohës që drejtonte Ministrinë e Infrastrukturës, Balluku menaxhoi investime për rreth 3.8 miliardë eurosh në projekte infrastrukturore gjatë viteve 2024-2026, një shifër që kryeministri Rama e kishte paraqitur gjatë fushatës së vitit 2025 si një nga sukseset më të mëdha të qeverisë së tij. Megjithatë, vjeshtën e kaluar, SPAK akuzoi Ballukun për dëm ekonomik ndaj shtetit në vlerën e rreth 251 milionë eurove, lidhur me disa tendera të rëndësishëm për projekte rrugore. Një pjesë e këtyre investimeve ishin financuar edhe nga fondet e Bashkimit Evropian. SPAK-u krijuar në presionin e Komisionit Evropian si përgjigje ndaj shqetësimeve të vazhdueshme për korrupsionin në Shqipëri. Prokuroria kërkoi arrestimin e Ballukut, por ajo mbrojt nga imuniteti parlamentar dhe Partia Socialiste refuzoi heqjen e tij, duke sulmuar ashpër SPAK-un. Përveç protestuesve, mbështetje për organin antikorrupsion kanë shprehur edhe Gjykata Kushtetuese e Shqipërisë dhe Parlamenti Evropian. Gjykata Kushtetuese argumentoi se prokuroria kishte të drejtë të kërkonte largimin e Ballukut nga qeveria për shkak të rrezikut të ndikimit mbi dëshmitarët. Pas disa javësh polemika, Rama e shkarkoi atë nga posti, megjithëse ajo mbetet një nga bashkëpunëtorët e tij më të afërta. Ky skandal konsiderohet pjesë e problemit më të gjerë të korrupsionit në Shqipëri. Në indeksin e perceptimit të korrupsionit për vitin 2025 të Transparency International, Shqipëria ra me 11 vende, duke u renditur në vendin e 91 nga 182 shtete. Në lidhje me çështjen Balluku, kryeministri Rama nisi të vinte në dyshim profesionalizmin e prokurorëve dhe gjyqtarëve, duke e akuzuar për lidhje me opozitën. Duke komentuar hetimin e SPAK-ut, ai deklaroi se bashkëpunëtori e tij ka mbështetjen tonë të palëkundur, ndërsa shtoi se pushteti gjyqësor do të mbetet i pavarur, por se ministri është e pafajshme dhe po përballet me një gjuhëti shtrigash. Sipas tij, heqja e imunitetit parlamentar të Ballukut nuk mund të diskutojë. Këto zhvillime janë reflektuar dhe në qëndrimet e Partisë Popullore Evropiane dhe Parlamentit Evropian. Të dy institucionet kanë arritur në përfundimin se në Shqipëri ka pasur shkelje të pavarësisë së gjyqësorit dhe prokurorisë. Partitë Popullore Evropiane, ku bën pjesë dhe Partia Demokratike, theksoi se mbështet integrimin evropian të Shqipërisë, por njëkohësisht kërkoi forcimin e pavarësisë së drejtësisë dhe lirisë së medias, ndërsa vlerësoi progresin e Shqipërisë, përfshir hapjen e të gjithë grup kapitujve negociues. Komisioni Evropian shprehu gjithashtu rezerva. Komisionerja për zgjerim Marta Kos deklaroi se anëtarësimi i Shqipërisë në BE deri në vitin 2030 mbetet një mundësi reale, por theksoi se forcimi i sundimit të ligjit dhe ruajtja e rolit të SPAK-ut janë thelbësore. Në të njëjtën kohë, delegacioni i BE-s në Tiranë dhe diplomat nga vendet anëtare të BE-s, përfshirë Gjermaninë, u përpoqën të bindnin qeverinë shqiptare të mbështesë heqjen e imunitetit të Ballukut. Ndërkohë, eurodeputetët paraqitën më shumë se 60 amendamente për çështjet e sundimit të ligjit në raportin për progresin e Shqipërisë. Për më tepër, 9 vende anëtare të BE-s bllokuan dorëzimin e raportit i barë për Shqipërinë,
duke shprehur shqetësime për pavarësinë e drejtësisë. Tani siç e dëgjuam, për të nxjerrë disa sinteza nga kjo histori, sundimi i ligjit mbetet një nga çështjet kyçe në procesin e integrimit të vendeve të Ballkanit perëndimor në BE. Vështirësitë kronike në këtë fushë mund të pengojnë Shqipërinë të sigurojë anëtarësimin e Bashkimit Evropian para vitit 2030. Tani nisim bashkë në këtë çollaku sepse kam parë dhe disa reagime tuaja ditët e fundit, disa shkrime të publikuara në media të ndryshme. Edhe çështja e Ballukut mbetet një nga problemet, le të themi, që bie në sy në këtë studim për sa i përket integrimit. Në bërë përshtypje e tendri, Bashkesa e Rënisë kishte bërë një tender 83 milion lekë vjetër për blerje forestrat, ndërsa Macroni ka bërë një tender para 2 vitesh për një makinë Renault 50.000 euro. Presidenti francez. Po janë më lirë automirë. Kanë lidhje se linica me Francën nga që merret bitume. Ne për të kthyer tek fillimet raportit, po ndiqnim pak më herët të pandehur në Balluku, që është pandehur në drejtësi, po është drejtuese në qeveri dhe në parti, në Fier, kur u pyet nëse ajo po bëhet, në fakt pengesë gjithë raportet ndërkombëtare, raporti i Bashkimit Evropian para 3-4 ditë e përmend me emër, pra mos heqjen imunitetin të zonës Balluku nga mazhoranca, si pengesë për integrimin, si mungesë pavarësisë gjyqësore, ai theksoi që për mos e pyesin këtë çështje se për këtë punë flet avokati im. Kush është avokat? Rama. Kështu tha. Këtë keni marrë përgjigje për çështjen time shpesh herë, tha, sa herë ka qenë nevojshme nga zoti Rama. Pra, zoti Balluka e emëroi sot zyrtarisht zotin Rama si avokatin përfaqësuesin e saj ligjor për anë strukturës së posaçme, dhe ndoshta Rama ne do ta shohim atje në SPAK edhe si avokat të Ballukut për të çuar justifikimet shkresore të nevojshme siç ja lyp çështja dhe dosja. Që kryesori është trashur pra së shumti tashmë kur të akuzuarën si pjesë e organizatës kriminale, siç thot dosja publikisht deri tani e SPAK-ut, Karçana, kjo e pastreha me 14 shtëpi e vila, që u lanë në dërim paraqitje. Tani këtu ke njerëz siç e përmendi kanë me drejtë janë nga cigara shashe që kanë nga 2-3 vjet që kërdisen në Porçeli, dhe kjo që është me 10 milionë euro. Dhe organizatë kriminale zyrtarisht deri tani, do të zgjidhni përse është pyetja. Edhe për të 3 lindat që kanë marrë peng dhe Raman, pra linda e shtëpisë Rama, linda e qeverisë Balluku dhe linda e teknologjisë kjo Karçanaj, të treja e çojnë prokurorin në banesën e Edi Ramës. Sepse edhe Balluku ka një numër të madh materiale shtrënguese për kryeministin, shefin e saj, në punë të përbashkëta, edhe e teknologjisë. Janë shumë tendera dhe shumë punë. Kujtojmë këtu gjëra që janë publike, që mos më rakosen fort atë se nuk po hamendsojmë. 800 pagesa për firmën e Baxhanakut të Edi Ramës janë bërë brenda një viti nga thesari në adresën e kësaj kompanie. 800 pagesa do të thotë më tepër se 2 herë në ditë thesari të bie dera për të cilë lekët. Ktu edhe ujit vije herë 24 orë. Kurse thesari këtyre shoh nga 3 herë në ditë. Kto se sa shi para shkate kjo histori 800 brenda një viti. Kjo e teknologjisë, e shtëpisë dhe e qeverisë, të treja këto janë, le të themi, brenda strukturës organizatës të 2 organizatave kriminale nga ana e posaçme, dhe tashmë shohim Ramën të nervozuar që po prodhon ngjarje edhe diplomatike me gjermanët pikërisht për këtë investimi të madh që gjermanët kanë te dosja e Hakshit kryesisht. Dhe dosja e Hakshit është Linda Rama, prandaj janë hedhur ata. Linda Rama mund të ishte sot, nëse ne do të kishim drejtësi të pavarur, SPAK të pavarur, gjykatë posaçme të pavarur, Linda Rama do ishte mburë në arrest. Me urdhër, arrest. Arrest me burg. Pra, bashkëshortja e kryeministit do ishte me këtë. Në atë dosje, për të qenë korrekt ligjërisht, në atë dosje nuk del në dosjen e Hakshit. Zonja kryeministrit nuk deri tani në këtë moment për të qenë korrekt me audiencën. Për të qenë korrekt me audiencën, në dokumentacionin e publikuar nga SPAK deri tani. Mirë, nuk e dim se çfarë mbrapa, okay. Deri tani. Pyetja është, a është publikuar gjithë dosja? Unë nuk e di, nuk di ta them. Unë them çfarë është deri tani. Se vetë prokuroria thotë që s'ke publikuar të gjithën. Vetë prokuroria thotë që s'ke mbaruar akoma hetimet. Ndaj unë them që Linda Rama ka të përgjigjë që përmendën emrin e Linda Ramës, jo të pakta. Dhe këtë duhet na shpjegoj struktura posaçme, se kur përmendet bashkëshortja e kryeministit e rrobat e shtëpisë që janë me Olsin me 10 herë në përdosje, tani
kur prokuroria posaçi i shmanget çdo dosje që shkon tek banesa dhe zyre kryeministrit, kjo është gjëra e rëndë në raport me drejtsinë. Dhe kur ty të thonë të gjithë ndërkombëtarët, Brukseli dhe Washingtoni dhe Berlini, është një trekëndsh ky, se Berlini ka një peshë nga herë dhe mënjan Brukselit angazhohet edhe më fort. Kur ta të thonë me shkrim në mënyrë të përsëritur, e kishe kartonin e kuq dje, 9 shtete, me krye Gjermaninë. Tani ky raporti duhet ti nuk mund t'ja mbash mandatin Belinda Ballukun të thotë Washingtoni dhe Brukseli. Dhe gjermanët që kanë shkuar disa herë nga Ministria e Jashtëm, ambasadori gjerman kanë shkuar në SPAK. Fleming dhe zyrtarë tjerë të Departamentit të Shtetit kanë shkuar në SPAK për këtë gjë. Po si është e mundur, nuk pyet asnjë ky. Arsyen e ka të fortë, duhet t'i japim drejtë zotit Rama për këtë mbrojtje. Siç tha edhe për avokatin e Ballukut. Sepse do të shkosh tek Rama. Veprimi i parë, sa po ndodhin kjo, duhet marrësh në hetim kryeministrin e vendit, sepse organizata kriminale këtu është në bashkëpunim. Me kë ka bashkëpunuar Belinda Balluku, siç thon mesazhet, këtë tender merret se ka thënë Rama, këto rrugë merret se ka thënë Rama, këto se ka thënë Rama. Ora ky Rama gjendet vjet se ku është ky, e njohin ta prokurorët të Ramën. Me që njohin ta thrasin, ta pyesin. Pse ka thonë, ku taku me këtë biznesmen, ku taku me këtë të sanksionuar për dashit. I kemi edhe këto takime, janë publike. Nga ana e kryeministrit. Tani këta prokuror për t'i mbyllë ato çështje dhe e zëm se duan t'i bëjnë mirë, Rama duan ta mbyllin çështjen. A do ta thrasin zoti prokuror për ta pyetur? Edhe nëse duan ta mbyllin një çështje. Proceduralisht, ky veprim hetimor duhet kryhet dhe ky lloj kurrizi i kthyer ndaj vërtetësisë dhe seriozitetit të hetimit le për dëshuar dhe prandaj në Bruksel dhe Washington raportet vijnë kështu. Zotëri, ti s'ke pavarësi, tu s'ke pavarësi gjyqësore, s'ke pavarësi drejtësie. Se nëse do të kishe, këtu kemi vendim qeverie. Jo pavarësi gjyqësori. Merr vendimin e Rama, nuk të jap mandatin. Merr vendimin e Rama, nuk do më hetosh. Merr vendimin e Rama, do dalësh nga burgu, siç doli zonja. Tani, ku e kemi ne selin e SPAK-ut? Në kryeministri, në zyret e Akshit, apo atje ku është ndërtuar pranë stacionit trenit. Duhet të qartësojnë zotrinë dhe zonja që kanë dosjen në përduar se kush ka tagrin të vendos për të hetuar dhe për të marrë vendimin. E qartë. Faleminderit Çollaku. Çështja e Ballukut, siç e përmendëm, është një nga ato çështje që le të themi mbetet si shqetësim në këtë analizë të Qendrës për Studime të Lindore, pra të Evropës. Një përvojë shumë gjatë. 35 vjeçare në këtë çështje. Sigurisht, siç e tham, sundimi i ligjit dhe korrupsioni janë dy probleme të cilat duket sikur po e vërtetësojnë këtë rrugtimin ton kaq të dashur për 36 vite drejt BE-s. Tani, çështja e Ballukut, sipas shkrimit, është një pjesë e saj, por mendoj që sundimi i ligjit në Shqipëri këtë don shumë. Siç e diskutuam dhe kemi diskutuar dhe grit problematikën, në Shqipëri është shkatruar sistemi gjyqësor. Pra, sot qytetarët shqiptar nuk kanë më drejtësi. Drejtësia po enden me vite, dhe ne jemi dëshmitar të gjallë të çfarë ka ndodhur në Shqipëri. Dhe konkretisht bëjmë një analizë shumë shkurtër, shumë shkurtër. Për ngjarje që ka ndodhur brenda periudhës 6 mujore. 6-7 mujore. Kemi vrasjen e gjyqtarit Astrid Kalaja. Gjyqtari Astrid Kalaja u vras sepse kishte një çështje që ishte zvarritur për shkak të reformës në drejtësi, kishte kaluar vite të tëra. 2. Marrim rastin e ngjarjes Lezhës, çështjes Mujecit. Po. Ajo çështje ka 10 vjet çështje në gjykim akoma, pra duhet i shënda, ne, ka s'ka faj. Pra, po janë vrasë këto, nuk janë këta. Po pra këta, po të është çështja, është në shqyrtim, është thyrë nga gjykata e lartë. Thyrë, po e riktheu për gjykim. Kemi rastin numër 3, kemi 2 ngjarje në Korçë. Kemi rastin e Martin Çesës që ishte shumë para burgimit që doli motra vetë deklarat media, po të keni parasysh. Doli tha pse ja liru vrasit se u shujt para burgimit. Pa i paragjykuar mund të jenë pafajshëm. Por të shuhet masa sigurimit për një vrasje shumë e rëndë. Kanë dalë 4 persona të akuzuar për vrasje të shuhet masa sigurimit për shkak mos funksionizmit të reformës në drejtësi. Kemi një rast tjetër po në prokurorinë e Korçës, vrasjen e shtetasit Antonio Karafili në 2018 që u zgjat mas 7 vjetësh u zbulua që ishte vrasje, po ishte zvarrit dosje e zvarrit. Pra kemi konflikte të hapura sociale për shkak të reformës drejtësi, por mosmarrjes drejtësi qytetarëve shqiptar. Kemi çështjen e Megonigalit. Megonigali po mbaron dënimin në Amerikë. Po mbaron ai ikën, i boni 2 vjet, mund të liroj para kohë me kusht, me procedurë dënimin nga burgu, e ka marrë punë. Ne rrim hetojmë, çemi tu. 6 vjet. Rrim 6 vjet, prit, po hetojmë.
Po çfarë po eto? Po eto atë 04-ën, atë pallatin që po shko poshtë, po çfarë më vjen keq. Pra, do të edhe Çari në Ibanez aty më pastaj. Ose Çari, ose po shohin me madrapik, se çfarë themi ne tani? Pra ne shohim shkatrim të sistemit gjyqësor. Pra kemi rastet e anë, janë raste të ndodhura që janë të dokumentuara që po dalin sot. Dhe këto me drejt. Sistemi gjyqësor nuk është efektiv. Pra rasti zonjës Balluku përmendet më, por unë them nuk është kjo. Kryesorja ka shkatrimin i sistemit. Rasti çështjes Balluku përmendet edhe si një shqetësim në raport me korrupsionin në Shqipëri, duke qenë se përmenden 3.8 miliard, po themi për menaxhim buxhetit i Ministrisë së Infrastrukturës. 1.1 ndosje deri tani dhe 12 në total. Përmendet edhe si një presion nga ana e qeverisë në raport me SPAK-un. Po pra, tani presioni i qeverisë, por edhe i opozitës sot raporti, sepse të dyja kritikojnë SPAK-un. Duke vënë një pozitë. Tani, neve diskutojmë sot për çështjen. Pra, a jemi e para e sistemi drejtësisë do t'i shërbejë qytetarëve shqiptar, më pas t'i shërbejë ndërkombëtarëve. Neve shohim se informacioni i shkrimit është i gjerë, pra mos kapim thjesht me rastin konkret. Ajo kemi mos funksionim shtetit drejtës. Pra shteti drejtës ka të ceduar. Me shtet drejtës, se po referojmë te Konventa Evropiane e Drejtave të Njerëzit, është neni 5, por është edhe neni 6. Që thotë çdo qytetar ka drejt për një proces të rregullt ligjor nga gjykate pavarur e paanshme e krijuar me ligj brenda një afati të arsyeshëm. Pra në Shqipëri po cënohen jo vetëm institucionet e drejtësisë si mas këtij, po cënohet edhe procesi i rregullt ligjor. Qytetarët shqiptar nuk po gjejnë drejtën e tyre. Pra duke filluar që nga çështjet e rëndomta ndarje. Një ndarje shkon me vite. Ndahet burri nga gruaja, gruaja ka gjetur burrin numër 2, nuk martohet dot. Nuk martohet dot. Pse? S'funksionon gjykata. Dhe jeton tek objekti. Ajo mund të gjetë tretin, ajo është prap me të parin me letra. Ose ai mund të ketë, po e pa të parin zbon, merr dytin, gjithsa gjej fati kuptimin që të zejë rehat. Pra ti shteti nuk i lën njerëzit të marrin drejtësi. Dhe ky është alarm. Dhe me drejt thot ai, mos funksionimi i shtetit drejtës, se shteti drejtës nuk është vetëm SPAK-u. Sot qytetarët po i nxjihet tjetër. Të bëhet një analizë, pyeten qytetarët shqiptarë, si është drejtësia? Po të bëhet një pyetje. Po s'bëhet pyetje se s'bëhet se shpakët. Atëherë shiko, ka një gjë. Ne presim të paktën premtimi i shtetit i qeverisë është që Shqipëria 2030 dhe hyn në Bashkimin Evropian. Vitin e kaluar për 2025-ën, indeksi i perceptimit korrupsionit e çoj Shqipërinë në raportin që publikon Transparency International e çoj Shqipërinë në vendin e 91 në 182 shtete. Pra, në gjysmë, kaq shtete ka bota, në gjysmë jemi ne për çështjen e korrupsionit. Mirë, po çfarë ndodh tani? Drejtësia mbetet problem. Ne reformën e nisëm në vitin 2016, kam përshtypjen çështjet e fundit vettingut u mbyllën vitin e kaluar në 2025, po themu 9 vite. Po nëse rikthejmë dhe një herë reformimit të drejtësisë ne, do na duan edhe 9 apo 10 vite të tjera, kur në Evropë. Kjo nuk është drejtësi. Dgjoj, Andi. Kur hymë në Evropë? Ka një 2-3 marrim faktet e sotme dhe djeshme. E fillojmë nga fundi. Washington Examiner kishte një shkrim të hollësishëm dhe detajuar për Shqipërinë në largoshtet, pra një mendje me peshë në Amerikë. Një ish gjyqtar belg me shumë emër në botën e drejtësisë belge, për pastrimin e parave. Kishte një intervistë për pastrimin e parave në Bregdet nga mafia shqiptare. Nëpërmjet hoteleve. Po, e lexova atë. Po. Atë të pyesim vetveten dhe qytetarët. Natën i kanë ndërtuar hotelet të trafikantët, fshetas, dhe në mëngjes ka kthyer hoteli i kollarisur në Bregdet? E ka marrë diku lejen ai? Ka dorëzuar një dosje në institucionin që i jep leje këtu për i pengjere apo për i pengjere të Kërdisit? A është fundosa i pallatit si punëtin e tjera? Se janë pallate të forta ato. Këta hotelet që po ndërtohen, që gjyqtari i ka parë nëpër dosje këto të dhëna. Nuk i ka lexuar në shtyp, se ka pasur të panderë për cilët ka marrë vendime dënimi dhe sekuestrime pasurie. Dhe i thotë kam hotelin në Sarand, në Velipoj, në Shëngjin, nëse po përmendim emra saktësisht. Grateri sërish, pra janë intervistat e 2 ditëve të fundit për i përmbledhin këtë. Thekson që fuqizimi i mafeve shqiptare që në shumë raste në porte kryesisht europiane shkon kokë në kokë disa herë, po vendin e dytë duke lëshuar me draghetën, ka të bëjë thotë sepse këto arrin të investojnë paratë e krimit pothuajse plotësisht.
Pra këta nuk kanë firur në pastrim, prandaj fuqisohet shpejt. Për arsye se thotë Nikola Gazari, prokurori antimafjes i Napolit, aktualisht, thotë që ata kanë njerëzit e tyre në administrat dhe në pushtet dhe në politik, dhe e kanë krejt kollaj të nxitojnë dhe të shpejtojnë që këto barata investojnë, të reinvestojnë dhe të rifusin në qarkullim. Janë bankat në historinë e trafikut kokainës në Shqipëri. Edhe dy nga dosjet e fundit, le të themi me antimafia italiane, e thonë në shqiptare se cilët janë bankat që hedhin para në trafikun e drogës. Bankat në Shqipëri. Pra, me shkoj trafikant më marrë kredi për me blej ngarkesë kokaine. Qa do kredin, do marrë 200 kg kokainë, e ke fitim e garantuar, shpejt. Nxerr lekët të dhej, tregun e kam, shitën e kam, pallatin e bëj, kam folë me ministrin, kam folë me kryeministrin, do bëjmë pallatin dhe banka. Strasburgu ta ka thënë troshku ta marrësh kredi. Ky është një plan biznesi shumë interesant. Kishte po një çështje që goditur nga antimafia italiane ditë ndeshëm në Milano, ku familjet mafioze me peshë në tregun e paligjshmërisë në Itali, gjatë përgjimeve të zbardhura të dekriptuar theme nga antimafia, thekson që na rënuan grupet shqiptare, më na masakruan. E lexova dha. Na shkrehen, na rënuan. Dhe ç'bëjmë, pse të rënojnë këta? Kurse një grup tjetër Çollaku kërkonte ndihmë për furnizim, për furnizim në zonën Emilia Romagna. Po. Kërkonin shqiptarët për t'i furnizuar. Sepse kishin edhe çmime më të mira nga Shqipëria aty, ë? Po nga Shqipëria tani. Ku kalon? Ku kalon? Po sa drejtor policie se kemi folur bashkërisht në këtë studio tuaj. Sa drejtor kemi numëruar këtu pas korrizit ne kemi nxjerrë me numra që nga koha e Babaqemus edhe tani. Janë disa. Por ka pasur për tyre zotrinj që janë përpjekur të bëjnë detyrë. Sa drogë është sekuestruar nga Proda dhe Kitaj? Kokainë në port? Vazhdon portit menaxhohet nga grupet kriminale? Po. Kush ka dhënë me qira? Kryeministri, qeveria, askush tjetër. Sepse nëse do kishte ndodhur ndryshe, nëse tani prokurori di më mirë që përqindja e drogës ndaluar, me ato të kaluar, diku te 10% që është, le të themi. Po, kjo do të thotë që sipas të dhënave deri tanishme në portën e Durrësit nuk kalon as 1 kilogram kokainë. Pse nuk është sekuestruar as 1 kilogram? Pra na bie kjo teoria e 10%-shit, se 10%-shi 0 sur 0. Pra këtu s'pas ka kaluar, nuk është kapur as 1 kile, sepse nuk pas ka kaluar as 1 kilogram. Pra, ndërkohë që në portet nga mbrin, ngarkesat që kapen nga eksporti shqiptar i drogës janë shifra maramanse, çka tregon që këtu kujtia dhe dhënia në dorëzim e porteve, grupeve të trafikut kokainës për të bërë para, kjo është këtu pastaj ne kërkojmë raporte BE-s, por ne kemi raportin në Durrës. Ne kemi raportin në Ninas, ne kemi raportin në Shëngjin, ne kemi raportin në Parcela. Këtu është raporti për drejtësinë. Pse e kërkojmë në Bruksel dhe në Washington? Ne kemi raportin në Barara dhe kanë tjerë thonë indikuar ta qoftë largësit. E qartë, një çështje të fundit që dua të trajtoj Çollaku dhe Karanja, se keqardhja më vjen kur ne diskutojmë që mund të na vështirësohet rruga drejt Bashkimit Evropian. Sot kanë dalë zyrtarë të Partisë Socialiste. Ndaluara s'ka vështirësuar. Kanë folur për shtetet anëtare. Pra bilbiljet nën shtete vetëm kartonë. Pra, e pranuan zyrtarisht, po them zyrtarë të Partisë Socialiste të historisë dhe sigurisht ne ndjejmë keqardhje, jemi të detyruar nga ana morale, profesionale e integriteti që t'i trajtojmë këtë çështje dhe t'japim ato mesazhe të cilat ne mund të depërtojmë deri aty që të krijojmë një lloj, le të themi, reflektimi tek institucionet shtetërore që të përmirësojnë veten e tyre, të luftohet krimi, korrupsioni dhe të drejtohemi atje ku neve na takon të jemi.